Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj nga Qelia, ka reaguar në rrjetet sociale pas fitores së Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, duke siguruar 83 mandate. Veliaj thotë se është pa fjalë përpara kësaj vale mbështetje për Partinë Socialiste. Miqtë e mi, nuk di nga t'ja nis, jam pa fjalë, krejtësisht pa fjalë. Përpara kësaj vale të jashtëzakonshme mbështetja që fshiu çdo dyshim, çdo pretendim, çdo helme, çdo balt që u hodh Partisë Socialiste në këto 4 vite. Shqiptarët folën dhe folën fort. Folën më fuqishëm se çdo herë tjetër që prej vitit të mbrapsht 97, kur i treguan vendin të njëjtit personazh grotesk që guxon të rikthehet përpara shqiptarëve edhe sot si të ishte një ofertë e re. Një gjë kam mësuar unë për shqiptarët, nuk harrojnë dhe nuk mashtrohen. Ata nuk i besojnë më Saliut Endko dhe 11 maj vuri vulën këtij diskutimi. Shqiptarët dinë të vlerësojnë ndryshimin, punën, zhvillimin dhe din fare mirë që ka vetëm një forcë në këtë vend që mund ta çojë Shqipërinë përpara drejt Europës që kemi ëndërruar. Partia Socialiste e drejtuar nga Edi Rama dhe ekipi i tij. Saliu Endko nuk kanë vesh ta dëgjojnë zërin e popullit, nuk kanë pasur kurrë sepse nuk e duan pushtetin për popullin. Që nga viti 2013 deri sot pas çdo humbje kanë folur për vjedhje, për komplot, për një popull që nuk i meriton. Por nëse ka një gjë që na dallon ne socialistëve nga rivalët tanë është se ne dim të dëgjojmë. Ne nuk jemi këtu për veten tonë, ne jemi këtu për të punuar, për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë shqiptarët. Sot unë jam krenar që jam pjesë e këtij projekti që ka transformuar Shqipërinë. Jam krenar që kam dhënë një kontribut sado modest në këtë rrugtim të jashtëzakonshëm që qytetarët e mbështetën masivisht më 11 maj me votën e tyre. Sot ndihemi për unjur përpara kësaj mbështetje masive dhe dua të falenderoj secilin prej jush nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, nga Amerika në Greqi, nga Anglia në Turqi që i besuan Partisë Socialiste. Por më lejoni që falenderimin më special ta ruaj për Tiranën time të dashur, për familjen time të dytë, për kolegët e mi të Bashkisë Tiranë dhe për ekipin e mrekullueshëm të Partisë Socialiste në Tiranë, që me punën dhe përkushtimin e tyre arritën një fitore të paharrueshme. Jeni të jashtëzakonshëm, jam krenar për të gjithë ju, shkruan Veliaj.